sipas atyre që i kanë përjetuar. Domethënë, nëse s'ka pa di unë, në plazh, disko, femra, s'po di, këto që i kanë përjetuar, knatësitë e kësaj dunjës nuk janë rahat, bile edhe në drogë, kanë dalë kokain, pastaj heroin, sen. Nuk ka fund knatësia. Nuk knaqen, domethënë ti e din shumë mirë se në këtë dunjë knatësitë kanë afat, kanë limit. Po jo vetëm kaq. Nëse ne shkojmë pak ta analizojmë edhe më thellë, për shembull, dikush i dhon pas ushqimeve, i do mëlsinat shumë. Edhe ai e din shumë mirë se kur hanë mëlsi knaqet shumë. Mirë po, në anën tjetër e din që mjekët thonë nëse tepërohet sheqeri ka efekt ansor. Sheqeri del. A kupton? Njëjtë merre çka dush, njëjtë brumat kush i ka merr domethënë pastat e ndryshme. Kolesteroli. Ka domethënë efekt ansor. Gjë nuk është. Sa knaqesh, e keni fond. Gjë nuk ka efekt ansor. Prandaj edhe kjo do të merret parasysh, se në xhenet është vetëm e mira. Nuk ekzistojnë këto gjëra të këqija të kësaj dinjore, se nxiren. Pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur e përmend dhe thotë ditën e gjykimit do të hyjnë njerëz në xhenet. Do të kenë fytyrat sikurse hana 15, do të qelet sikurse ai ylli më i shëndritshëm që janë qiell. Pastaj do të kapen thotë dorë për dorë këto, do të hyjnë bashkë në xhenet si vëllezër. Nuk do të ketë mes tyre hidhnim, mërzi, qortim, haset, nuk do të ketë, do të hyjnë krejt si një trup thotë i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithçka që ta prish në këtë dynjë, qetësinë, pra që të shqetëson, aq nuk është. Prandaj nuk mund të bezdishesh. Edhe Allahu subhanahu na ka treguar, domethënë se do të ketë gjithmonë më tepër. Domethënë do të shkojë e kënaqur më tepër. Po edhe bezdia nuk ekziston prej pikës së parë, domethënë nuk ka bezdisje. Prandaj nuk ka keq të parashtrohet si pyetje, por edhe ti jetë përgjigje është mirë. Përgjigja ishte shumë e mirë, ti e përmendë vetë alhamdulillah, kjo është prej kulturës, domethënë ëmbëlsinë edhe mishin ato ushqimin, po unë çka kum intervistuar edhe kum biseduar me njerëz cilën më kanë treguar për shembull ose kum lexuar, kum po dokumentare se. Është se për shembull edhe ato që kanë pi drogë për shembull, pi kokain, edhe vën fundit që mos të kënaq. Apo kupton? Nuk ka efekt. Nuk ka efekt. S'ka efekt edhe del një drogë që matron derisa të vdesë. Po ashtu nuk e përballon. Po ashtu edhe te zinaja. Ka njerëz që kanë provu manekenka, mos ka knatësi. Më thonë është bezdis. Allah në rritë nuk ka po pastaj edhe homoseksual, a kupton, derisa u ka shmend këtë, a kupton. E kështu me radhë, më thonë, xheneti do më thonë s'ka bezdisi, do më thonë knatësi mbi knatësi. Alhamdulillah. Edhe është interesant kjo që e përmendet ti, kupton. Problemi kryesor është se njerëzit e kërkojnë knatësinë jo aty ku duhet. Kupton. Jo aty ku duhet. Edhe knatësinë Allahu na ka treguar, nuk ka mundësi, se knatësia nuk është fizike vetëm. Është edhe shpirtërore. Pra për të qenë njeriu i kënaqur, mora ti plotson të dyja, të dionat. Dhe Allah na ka treguar Allahu subhanahu wa taala, ka thonë gjithçka çka u rrethon. Bash gjithçka është e krijuar për njeriu. Pastaj njeriu dhe xhenet janë krijuar për ta madhëruar Zotin. E ti nuk ka mundësi këtë shpirt që ka krijuar Zoti, e di më së miri se çka e kënaq ato. Nuk ka mundësi ai të ngopet apo të kënaqet përveç me atë që me fjalën e Allahut, që ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo. E këto që e kërkojnë knatësinë vetëm në aspektin fizik, dështojnë. Dështojnë s'ka mundësi ti e krejt depresion fund. I bën krejt analizat i top në aspektin fizik. Top je. Edhe i bën krejt knatësi që i ke, prap nuk i rahat. Pse? Është pjesa tjetër. Asaj mungon, domethënë i mungon knatësia, mungon ajo ai ushqimi që ushqen ato. E nuk ka mundësi të ushqehet njeriu ta ushqen shpirtin me diçka përveç se me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra me bindje ndaj Allahut. Kjo është ajo e cila neve duhet ta kena parasysh. Alhamdulillah. Ne ndodhin këto raste që ndodhin, pra njerëzit kanë shqetësime ndryshme, se kërkojnë knatësinë aty ku duhet. Kërko aty ku duhet edhe je rahat.